Për 2 ditë me radhë, Prokuroria e Vlorës ka intensifikuar hetimet lidhur me hapësirat e plazheve, por dhe sipërfaqet e hapësirave publike në drejtorinë e aseteve në Bashkinë e Vlorës. 2 oficerë të OPG së bashku me 1 oficer të krimeve ekonomike sërish ditën e mërkuri janë paraqitur në ambientet e Bashkisë së Vlorës dhe konkretisht në zyrën e protokollit. Kjo ka qenë për të faktuar nëse regjistrat kanë konkluduar me të njëjtat shkresa apo me të njëjtin numër protokolli, ato çka konstatuan të drejtoria e aseteve duke i verifikuar me numrin e protokollit. Megjithatë, prokuroria nuk është ndalur vetëm në ambientet e bashkisë. Ditën e dieshme, Prokuroria e Vlorës me anë të një shkrese zyrtare ka kërkuar drejtorisë së ujësillëse për një listë emrash për vitin 2022. Sipas prokurorisë, ka një indicje që persona të cilët kanë qenë jashtë shtetit kanë marrë pagën në drejtorinë e ujësillësit në Bashkinë e Vlorës në vitin 2022. Prokuroria e Vlorës ka intensifikuar ndjeshëm veprimet hetimore në institucionet vendore, duke mos u mjaftuar vetëm me sekuestrimin e 10 dosjeve pranë drejtorisë së aseteve Bashkia e Vlorë. Burime bëjnë me dije se hetimi i shtrirë tashmë dhe në zyrat e protokollit, ku 2 oficerë të policisë gjyqësore së bashku me 1 oficer të krimit ekonomik janë rikthyer sërish ditën e mërkurë për kontrolle të thelluara që kanë zgjatur nga ora 16:30 deri rreth orës 23. Sipas informacioneve pranë organit të akuzës, fokusi këtyre verifikimeve ka qenë kontrolli kartelave dhe dokumentacionit zyrtar që lidhen si me hapësirat e plazheve, ashtu dhe me sipërfaqet e hapësirave publike të administruara nga bashkia. Oficerët kanë shqyrtuar në detaje përputhshmërinë e datave, saktësinë e regjistrimeve dhe nëse dosjet rezultojnë të protokolluara me të njëjtin numër, duke ngritur dyshime për paregullësi administrative dhe procedurale në dokumentacionin zyrtar. Burimet theksojnë se hetimi synon të zbardhë nëse ka pasur manipulime të regjistrimeve, mbi vendosje dosjesh apo përfitime të paligjshme të hapësirave publike, veçanërisht në zonat bregdetare, ku prej vitesh janë ngritur shqetësime për abuzime me plazhe dhe pronat në administrim publik. Por veprimet e Prokurorisë së Vlorës nuk janë kufizuar vetëm në ambientet e bashkisë. Paralelisht, përmes një shkrese zyrtare, organi i akuzës i është drejtuar drejtorisë ujësillësit të Vlorës, duke kërkuar vënien në dispozicion të listë prezencës dhe dokumentacionit të punës për disa punonjës për periudhën e vitit 2022. Sipas burimeve hetimore, ekzistojnë dyshime të forta se një numër i caktuar punonjësish kanë përfituar paga në këtë institucion, ndërkohë që në të njëjtën kohë kanë rezultuar të kenë qenë jashtë territorit të Shqipërisë. Këto dyshime kanë ngritur alarmin për pagesa të mundshme fiktive, shkelje të disiplinës së punës dhe dëme financiare ndaj institucionit publik. Aktualisht, prokuroria po kryen verifikime të kryqëzuara mes dokumentacionit administrativ dhe të dhënave të lëvizjeve jashtë vendit për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për shkelje individuale apo për një skem më të gjerë abuzimi. Megjithse veprimet hetimore janë intensifikuar ndjeshëm deri në këto momente, nuk ka ende një njoftim zyrtar nga Prokuroria e Vlorës nëse ndaj Bashkisë Vlorë apo institucioneve të tjera të jetë të regjistruar formalisht një procedim penal. Burimet nuk përjashtojnë mundësinë që pas përfundimit të fazës së verifikimeve administrative, hetimi të kalojë në një fazë më të thelluar penale nëse konstatohen shkelje konkrete të ligjit.